Për njerëzit që nuk e shohin dritën, realiteti është bërë edhe më i errët. Për ta, edhe ky 30-or, pra dita ndërkombëtare e personave me nevoja të veçanta, vjen me shqetësimet e vjetra. Ajo, se sa shumë kanë mbetur të harruar dhe sa të pakta janë duart që u janë zgjatur për ndihmë. Kryetari i shoqatës së personave me shikim të dëmtuar realiteti në Gostivar, Xhevat Fejzuli, vendos theksin tek gjërat prioritare për të cilat kanë kërkuar zgjidhje, por asnjë kërkesë e tyre nuk ka hasur në mirëkuptimin e institucioneve kompetente. E para është asistenca që këta persona e marrin nga shteti e që nuk është më e madhe se 16.000 denar. Dhe ky fakt e vështirëson akoma më shumë jetën edhe ashtu të vështirë të personave me shikim të dëmtuar. Personat me nevojë të veçanta fatkeqësisht jetojnë në një situatë, në një gjendje kaotike. Sa i përket çështjet materiale janë shumë të dobta. Sa i përket avancimit të drejtave të personave me nevojë të veçanta është fare shumë pak e rregulluar me nivel qendror apo lokal. Niveli qendror fatkeqësisht deri tash ne kemi bë takime, kemi bë kërkesave që janë evidente, i din edhe personat me nevojë të veçanta edhe vetë si qendër, si pushtet, si shtet, nuk i kanë marrë parasysh. Kërkesa më e fundit ishte para më 15 tetor, patëm një takim me zëvendës ministrin e Trut Punë Sociale, se ja kanë rrugë emrin tash ato. Dhe aty na u premtu se do të ketë rritje në shtesa. Fatkeqësisht rebalanci i buxhetit kaloi, asnjë pikë, asnjë presi nuk ka për personat me nevojë të veçanta. Mendoj se kjo është problemi më sublim, më kryesor. Se ne e dim, gjendja ekonomike është rënësu për personat që janë në marrëdhënie pune, e sidomos për personat që shumica janë pa punë, jetojnë me shtesa, gjë që është pak jo e logjikshme se jeta është bërë më të vërtet shumë e vështirë. Kërkesa jonë është që në nivel qendror të ketë rritje të mjeteve financiare. Në nivel qendror të ketë shkollat të gjitha të jenë përshtatshme për personat me nevoja të veçanta. Vërejtjet e Fejzulit kanë të bëjnë edhe me infrastrukturën rrugore, atë të shkollave dhe institucioneve publike. E më e dhimbshme se gjithë kjo është neglizhenca që i kanë hasur shpesh këta persona kur kanë kërkuar takime me drejtori institucionesh e ministra të ndryshëm. Rrugët është një pikë kryesore që të rregullohen, që të jenë më të përshtatshme për kalim. Komuna si komunë aq ka mundësi vetëm të rregulloj infrastrukturën, të rregulloj shkollat, to i përkasin komunës. Mirë po, e gjithë ajo baza kryesore është në nivelin qendror. Niveli qendror fatkeqësisht nuk ka ndëgjueshmëri për personat me nevoja të veçanta. Këtë e ceka pak më parë se nuk ka punësime, nuk ka trajtim të duhur. Kur them trajtim të duhur, për shembull, edhe vetë institucionet shtetërore apo kudo qoftë, edhe në rast se një person ka nevojë të shkojë diku në një farë drejtori apo diçka tjetër, kjo e ka shumë vështirë të merr një takim me personin që i duhet faktikisht të kryejë ndonjë obligim, ndonjë punë. Është një anashkalim, ndoshta është vedia e ulët e personave, kur është për shembull personi me nevojë të veçantë don të takojë dikush. Ne e dim se rranta është për të mritur deri taj person. Ose do të thonë hec sot, hec nesër, dikur do të bëhesh i lodhshëm dhe e lenkret. E në këtë errësirë që ka kapluar përditshmëritë e personave me nevoja ndryshe, si rrezë drite vjen asistenca personale, që këta persona e shfrytëzojnë në bashkëpunim me Kryqin e Kuq, e cila u ka lehtësuar jetën atyre duke u mundësuar të lëvizin e të kryejnë ca obligime pa ndihmën e askujt. Shumë vite më para na mungote çështja e asistencës. Fatbarësisht ne kemi bashkëpunim me Kryqin e Kuq dhe sot po e gëzojmë këtë drejtë. Kjo drejtë mundson personat me nevoja të veçanta të kryejnë obligimet e ditore, të kryejnë gjithë problemet që i kanë, shkojnë nga 4 orë në ditë, kanë mundësi të kryejnë këto probleme, këto punë që duhen t'i bëjnë. Kjo me një fakt lejohet edhe familjari që mos jetë
barë e ytja të shkosh t'i krish problemet, por kështu ke asistentin dhe shkon me asistentin krin gjitha nevojat që ke nevoj. Bashkëpunimi funksionon, është jo duke u shujt, po kjo është duke u rritë çështja e asistencës. Thonë se kanë arritur të sigurojnë lirim prej 10% për shërbimet shëndetësore në për disa institucione private për të gjithë ata që kanë librezat e shoqatës, por asnjë beneficion nuk kanë në për institucionet publike shëndetësore. Spitali i shtetit nuk i ka leju për shumë persona me nevojë të veçanta të jenë pa pagesë, por edhe barna që gjitha i paguajnë. Edhe ato persona që janë për shembull me smundje më të rënda që kanë barnat e tyre kushtojnë me 100-200 euro për shembull, ato i marrin prej xhepi, nuk kanë asgjë nga shteti lirim apo diçka tjetër. Xhevat Fejzuli ka qenë edhe këshilltar në përbërjen e kaluar të këshillit dhe ai ka qenë shumë i zëshëm ndaj kërkesave që kanë të bëjnë për personat me nevoja ndryshe. Ai aty nuk ka përfaqësuar vetëm veten, por ka qenë edhe zëri i 65 anëtarëve të tjerë që ka shoqata, por edhe i të gjithë personave me nevoja të veçanta.